Islami, hoxhë nderuar, nuk është fe klasike. Fet klasike, thojza, e kemi për qëllim ato fe që vetëm flasin për çështjet e adhurimit apo raporti i njeriu ndaj Zotit të tij, që e ka zgjedhur ai për Zot. Islami është fe e cila e ka atë kuptimin më të gjerë. Mendimtari i njohur Ali Izetbegović thoshte se ka Islami dallon prej feve tjera, sepse është një sistem i jetës, është një metodologji e cila hyn në çdo aspekt dhe në çdo sferë të jetës njerëzore, qoftë ajo shoqërore, qoftë ajo ekonomike, financiare, politike, i rregullon raportet nën hijen e asaj që njeriu është mëkëmbësi i Zotit në tokë. Njeriu është mëkëmbësi i Zotit në tokë edhe ai duhet me zbatu atë që Allahu e kërkon prej te. Çfarë mund të theni për këtë çështje, i nderuari Hoxha Ali? Deri domethënë në shekullin ka fundi shekullit 17-18, paraqitet lëvizja Illuminati e më vonë edhe sekularizmi, që ta ndan fejen prej shoqërisë. Do thonë, çka ta kufizon në tre gjëra. Ta kufizon në objekt, objekti fetar. Kjo edhe pse ka ndodhur në shoqërinë po objekti fetar, në shoqërinë krishtere ka ndodhur kjo. Domethënë në kisha. Pasi ka ndodhur aty pi përmendi në kisha, domethënë në objekt apo manastire kështu me radhë. Në njerëz priftat dhe figurat, domethënë klerikët fetar. Edhe e treta në kohë e diela. Edhe pastaj njerëzit, kanë jetën të lirë në thojza, se nuk kanë me fej kaq mbaron. Ka kush interesohet për fej, janë klerikët fetar. Feja ushtrohet në objekt, aty ku është kufizu, edhe tjerët mundën marrë vetëm të dielën. Edhe kjo ideologji, është paraqit shumë, është përhap, edhe kështu e shikojnë, të jetë për secilën fej. Mirë po me islamin nuk është kështu. Se islamin, krejt njerëz, islamin e praktikojnë, qoftë ato klerikët fetar, apo edhe banorët tjerë, që i përkasin islamit. Ato e obligimet i kanë pa dallim, qoftë, është figurë fetare, apo nuk është figurë fetare. Obligimet i kanë të njëjta. Për këtë shkak, edhe jeta e tyre me fenë është shumë ngushtë e lidhur. Na e vërejmë sot vërejmë për shembull, kur në perëndim e vërejmë një besimtar, nuk është as hoxh, as në një figurë fetare, muslimani thjesht. Kur e vërejmë sa i fal 5 kohë namaz, apo agjeron, një muaj Ramazan agjeron, edhe është i përpikt, frigohet nga harami, shikon me bo vetëm halal në jetën e tij të përditshme, është më përpara thoshin kjo është fundamental. Pastaj më vonë fundamental është mirë, edhe pse me thon fundamental është i përmbahet fundamentit, ajo mirë. Mirë, po pastaj filluan me emërtime tjera ekstremizëm. Ekstremizëm thon jashtë fundamentit. Edhe kjo emërtim nuk ishte me vend. Ai i mban themelet e fesë, a këto e thënë ekstrem, diçka jashtë. Pastaj emërtimi më vonë erdhi radikal. Radikal se ti dush me qenë i lirë për këtyre prangave, siç mendojnë ata, edhe nuk duhesh të përmbahesh as parimeve fetare, edhe nëse i përmbahesh, atëherë është islam radikal, ose shumë praktikues, ose prapa mbeturi, ose kthimi mbrapa. Këtë e zonë prapa mbeturi, mirë po, këto janë keq kuptime edhe keq trajtime ndaj shoqërisë islame. Do të thonë Islami kur e mëson njeriu se si të veproj, ai i jep orientime në çdo punë. Në mënyrë se si me fitu para, si me usjell ndaj fëmijët, si me usjell ndaj shokut, kolegut në punë. Edhe kjo për disa çarçe është diçka e papranueshme, nga se mendojnë se feja du të mbetë si thavet në objektin fetar, tek personat që janë të përkushtuar për fe edhe në kohë të caktuar që është, për shembull të ne i shkon vetëm ditën e xumas, edhe pas asaj ti del apo zhvishesh nga aspekti fetar. Unë kisha mi cek 2 hadithe
se si Islami është përfshirës, më thonë, në krejt fushat e jetës së njerëzit. Një hadith është që thot pejgamberi alayhis salatu wasalam thot ittaqillah haythu ma kunt. Pjesa e parë hadithot ittaqillah haythu ma kunt. Ke frikë Allahun ku të jesh, ku të gjendesh. E dytja thot wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nëse ke bërë një vepër të keqe, një gabim, një kundërvajtje, bëni atë pasojë me një të mirë, do ta fshin, do ta shlyjnë atë. Kjo e pjesa e dytë. Dhe e treta thotë wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. E shikoni, nëse analizojmë këtë hadith. E para, ke frikë Allahun ku të jesh, do të tregon më një herë raportin e individit me Allahun. E çfarë raport dush me qenë me krijuesin tan me Zotin, ti kesh frikë atij. E njeriu kur i ka frikë Allahut, çka do të reflekton prej tij? Po, veprimet e tij do të jenë shumë ma të kujdesshëm, do t'i vë pa ishte një shoqëri ideale, domethënë. Po të ishin kështu, domethënë ta kenë secili ta ketë parasysh raportin me Zotin e tij, me krijuesin e tij, të ketë frikë atij. Me gjithë besimin që ka të ketë frikë atij. Kjo është raporti i parë, domethënë. E dyta, na jemi njerëz. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thonë kullu bani adam khata. Krejt bita ademit, njerëzit, domethënë, janë gabimtar. U khairul khata'in tawwabun. Më të mirët prej tyre janë që pendohen. Pendimi është një prej asaj që njeriu, domethënë, i fshin mëkatet e tij. Mirë, po ka edhe vepra, prej veprave që i fshin mëkatet. E këtë raport wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha, të keqen pasojë me një të mirë, do ta fshin atë, është raporti me veten tonë. Ti dush më kujdes për njeriu, do të më kujdes për veten e vet. Në çdo aspekt. Pastrim shpirtëror, pastrimin fizik, të rrobave të tij, të vendit ku jeton, këtë pastrim duhet me pas. Edhe tash nëse raportet me Zotin e tij ka mirë, tash edhe me veten e vet është mirë, i mbetet raporti i tretë me shoqërinë. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sjellun me njerëzit në mënyrë më të mirë. Para mendo, domethënë, një hadith i shkurt vetëm është përfshirës se me Islam, domethënë, je i dirigjuar, domethënë, në këtë aspektet ti mbajsh do raportet mira, si me Zotin, si me veten tonë, si me shoqërinë. Është një hadith tjetër se pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thonë al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani ka 70 e disa ose 60 e disa në transmetimin. Deg, thot alaha kalimatun la ilaha illallah. Më larta, dega më e lartë është dëshmia shahadet. Po, dëshmia, me dëshmu se domethënë Allahu është i vetmi Zot që meriton adhurimin me të vërtetë. Se siç tham pak më parë, shumë shoqëri të ndryshme në përdonjë besimi i tyre ka devijuar. Në shoqërinë që janë gjendë, edhe pse Allahu në çdo vend ka dërguar pejgamber, megjithatë sot janë gjurmët e shumë popujve që sot besojnë se dielli është Zot. Apo dikush beson se Buda është Zot, dikush beson se është zjarri i Zot, dikush beson se natyra është Zot, apo errët e fuqishme, apo lopa. Kemi sot me miliardë, do thonë shoqëri shumë numër të madh, mendojnë se lopa është Zot, apo dhe një kafshë tjetër. Derisa sot edhe te krishterët besojnë se Isa është Zot. Do thonë këto janë besime të devijuara. Vjen Islami me këtë dëshmi, për këtë shkak kjo dëshmi është shumë dega më e lartë. Besimi më i drejtë, besimi më me vend. Ndërsa më e ulta është cila? Këtu deshta ta ndërlidhi se dega e parë më e larta ka të bëjë me këtë. Thotë më e ulta është, shiko tash ku kalon në fushë tjetër. Imatatul adha anit tariq. Shiko, do të thonë me largu një pengesë nga rruga. Edhe këtë degë e imanit, me largu një pengesë nga rruga degë e imanit. Shikoni Islami, thot edhe një që është shumë e rëndësishme që është kriz në ditët e sodit. Është zmadhu. Ka marrë për masa shumë të gjëra. Ajo është el haya'u min al iman. Thot hadith pejgamberi alayhis salatu wasalam, turpi është prej imanit. Turpi është prej imanit. Turpi, në me pas turp. Se para mendo mungesa e turpit edhe e shohim nëse pasoja se çka po ndodh në shoqëri. Ky është Islami i përgjithshëm, i përfshin gjitha
sferat e jetës. Shumë bukur atë tregon se fillon nga besimi, pastaj zbret në një fushë e cila është ndoshta punë për që dikush nuk e vlerëson shumë, me largu një pengesë nga rruga. Kjo nuk është radikalizëm. Nuk është. Kjo tregon se Islami apo muslimani angazhohet për mirëqenien e përgjithshme të njerëzve. Edhe është shumë interesante se pejgamberi alayhis salam kur ka shkuar në Miraj, Allah subhanahu wa taala ja ka bërë të mundur ta sheh xhenetin edhe xhehenemin. Shikoni domethënë ai ka mujt me pa në xhenet dhe në xhehenem shumë mirë, po i ka dallu di gjana për një për xhenet, një për xhehenem. Islami, më thonë çfarë, për Islamit çfarë këndvështrimi, domethënë. Në xhenet e ka dallu njanin duke kënaqur dhe i thot Xhibrilit, o Xhibril, njani është po kënaqet në xhenet, po mbjen sy. I thot kush është ky? Xhibrili i thot ai është një besimtar prej Ben Israilve. Në atë kohë ka qenë besimtar i Ben Israil. Ky e ka bën një vepër. Çfarë thot? E ka larguar një pengesë nga rruga, thot pejgamberi, për këtë. Një tjetër që e ka pa në xhehenem, një grua, duke vuajtur nga dënimet, ka thonë, po kjo gruaja, ajo thot e ka pas një macë. E ka lidhur, nuk e ka lanë të lirë, dhe e ka ngordhë maca, nuk e ka lanë as të del të hanë, diçka vetë të gjenë ushqim apo insekte. Paramendon, me thonë edhe kafshën, për një kafshë, një macë që dikush ndoshta në Islami edhe këtu thot se ajo po dënohet, merrni mësime, o ju besimtar, ju musliman. Edhe gjithë bota, se njeriu duhet me qenë në raporte me tjerë të mirë, po edhe kafsha nëse vjen pyetje, duhet me qenë i mëshirshëm. Edhe ambienti jetësor po ashtu, kujdesi për ambientin jetësor. Për ambientin jetësor kuptohet, domethënë. Pejgamberi ka ndaluar që dikush ta kryejë nevojën në vendin ku kalojnë njerëzit apo në hijet ku pushojnë. Kemi kësi tekste domethënë që e shohim se Islami është në shprehje kudo ka të sillemi ne. Domethënë Islami çdo dalje nga natyrshmëria e konsideron si gabim. Ka se ti nëse del nga ajo që është e natyrshme, që është në rregull, sipas parimeve islame, kjo e dëmton edhe njeriu vet, edhe dëmton të tjerët, po ashtu e dëmton natyrën, kafshët. Faktikisht ti me këtë veprim tëndin bëhesh element ta quajmë destruktiv në shoqëri, ndërsa muslimani është ai elementi konstruktiv i cili është i dobishëm për veten e tij, për rrethin e tij dhe për njerëzit e përgjithësi. Edhe ajo e fundit që ishte huwa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Respektoj është koncept shumë i gjerë. Sigurisht. Pra duke filluar prej mat vjetrëve, prindërve, mësuesve e kështu me radhë, varësisht prej pozitave. Thot enase, pejgamberi thot enase, njerëzit, do thonë, qoftë besimtar, jo besimtar, kështu me radhë, ku gjendet njeriu të sjellet mirë, me moral të mirë, se edhe pejgamberi alayhis salam nga misioni i tij një pjesë shumë me theks është buithtu liutemi me mekarim el khalaq, jam dërguar, shikoj, më thon çfarë misioni ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti plotson vlerat e moralit. Morali. Kjo është Islami, kjo është Islami përfshirës, domethënë çdo sferë të njeriut.